Te sebi dori më shumë se rande, se pak minuta kemi dispozicion, Ledio. Kemi kaluar gjysmë ore afatin e emisionit, por nuk ka rëndësi. Kur është me qef nga ndonjëherë nuk ka rëndësi orari, urkojnë 10 çunave që normalisht po s'kemi ç'a bëjmë. Aktualiteti na zë, na de. Seb, mos është ky fundi i Albin Kurtit, le të kujtojmë njerëzve çka ndodhi para 2 ditësh, sepse ka shumë njerëz që nuk e kanë idenë. Dje për shkak media s'ja marr fare me këtë punë. Blogerti e pa, zero. Në Kosovë janë bërë zgjedhjet në shkurt. Bjeri shumë me pika, shkurt fare. Në Kosovë janë bërë zgjedhjet në shkurt. Nuk është formuar qeveria. Që të formohej qeveria duhet që të formohej kuvendi. Ngeci puna për nënkryetarin e kuvendit, u zgjodh nënkryetari. U bën 52 apo 72 kështu seanca, derisa u zgjodh. Mbi 50. Mbi 50, bë pa fund. Vajti punën kushtetuese, doli çështja e listës serbe, Kurti e shfrytëzoi politikisht. Si përfundim e zgjodhi Albulenën? Jo. Jo. Ka marrë Dimali. Jo, Dimali, jo Albulen, Dimali. Nuk ka rëndësi, po që u vendos Dimali. Përdori një truk. Po, bukur. Ishte i thjesht. Dimalin e bëj ministër, Albulenin e bëjnë kryetare kuvendi. Pra, në këtë se paraqiti kabinetin para 2-3 ditësh. Po, pra. Në këtë kuptim, Kurti Ku jemi sot? Sot Kurti ka shkuar dhe ka thënë, unë kam këtë kabinet. Ndodhi dje në fakt, histori. Po, dhe ato i kanë thënë jo, nuk ta votojmë, kuvendi. Konkretisht, pra, Kurti të bënte qeverin, me atë kabineti duheshin minimumi 61 vota. 61. Mori vetëm 56. Po, dhe deputetet i thanë jo, nuk e bën qeverin. E kuptoni sa vend normal është. Tani... Nuk ka as i deputet të blerë, që të bënde lëra të mire deputet i blente këtej. Ka blokim, po ka blokim demokratik. Pluralist, ati njerëzit vlla përdorin pushtetet e tyre, edhe përplasen. Pra është një vend që merr frymë. Nuk është krejt ashtu, po mirë e thuat. Po pse nuk është kështu? U të shitur, të blerë. Po pse bleu Kurti 6, i duheshin 5 Prisi i bledi kusht tjetër, po shketi vazhdo me Sebin. Ati thua do ndodhi, unë them deri dje nuk ndodhi. Ka ndodhur e do ndodhi o burr tani. Hajtë se me koncesion merën në jepën gjitha dhe atje... Nuk jam kundër pazareve, nuk jam kundër. Po të kam llafin, e ruajnë fytyrën ata pra. Ka një lloj ruajtje fytyre. Ata mendojnë që më mirë ndjesë shumë. Të vënë në zgjedhje prap? Jo, më mirë thonë, jo, se tani e ka shansin me ndërtu qeverinë pala i dytin. Prit një sekond. Se vazhdoje. Pra, logika... Prandaj pyetja është fundi Albin Kurtit ky? Logika është me që ne jemi një demokraci me krye Edi Ramën që i rregullon gjitha... Që i ka gjitha pushtetet, po? Edhe Kosova është njësoj. Por nuk është njësoj. Nuk është njësoj, pra këtë mendoj edhe unë. Sepse Edi Rama është unik, sepse është me të vërtet ndërton vetëm ai një formë demokracie të jashtëzakonshme. Ka dhe forcën, ë? Po, është përdor dhe me forca, ai nuk përdor fare. Jo, po duhet, nëse Albini do merrte 61, do e ndërtonte siç e ndërtoi herën e parë, apo jo? Se dhe Albini herën e parë nuk pat probleme, mori 51%. Jemi dakord? Herën e parë mori më shumë vota më burr. Pra po, mori 51% Albini. Po. Nuk se përdorat fjalën ti nuk ka ashtu. Ngusht ishte. Nuk ka ashtu për një, po prapë i bëri vetë gjitha, nuk pat pengesa. Në rregull. Qeverisi 4 vjet. Ksana dhe po them. Dhe Rama këtu te ne ka marrë 83. Shumë mirë. Patjetër. Po Albini atje tani si mori dot 56. Që mori vetëm 56, nuk bëri përpjekje për të marrë 61, pra të blente si 2013 Rama që mori Ilir Meta. Nuk shkoi Ilir Meta tek doktorin 2009, pra nuk shkoi ai me 4 mandat. Do të them që ka një lloj integriteti, pavarësisht se pazarat nuk mungojnë, gjithandaj jam dakord me ty. Duhet ta kenë sepse filmat për ngjarjet tona bëhen në të gjithë botën dhe s'mund ta kenë tjerët integritetin. Po qem ne keq janë të gjithë keq. Po qem ne mirë, tjerët janë keq që dalim ne mirë. Pra, logika... Po i vë faj Albini të ucep, po i vë faj... Ja, një sekond. Ati tjetri që i tha do të bëjmë qeverin dhe e preu në besë sepse u josh nga krau tjetër. Ja, prita marrë se njerëz nuk e din. Keftik me Albinin se të quen kundra Albinin. Njerëz nuk e din. Ne kemi vetëm një lider balkanik. Sebastian, çfarë do ndodhet tani në Kosovë? Pra, ne kemi vetëm një lider. Dukshëm po bie Albini. Digjë që mos ikim te Ramsi se e dim, Ramsi 4 është edhe jetë deri në 2000. E ke deri në 2040 këtu valla, deri në 2050. Dhe logjika është, tani ne flasim për këto të tjerë. Tu s'ka më debat, nëse s'ka president. Ajo për ta thënë me dy fjalë çfarë shohun. Palët janë interesuar të shkojnë në zgjedhje. Kosova do shkojë prapë në zgjedhje. Sepse partia e dytë dhe e tretë, apo DK dhe RDK, nuk e bëjnë dot qeverinë. Pra nuk do shkojnë fare tani, nuk do i thenasi kjo Vjosa. Edhe thujmë do shkojnë, do bëhet procedura për protokoll, po. Do shkojnë se ka dhe një gjë tjetër. Prandaj po them që duhet ta njohësh rajonin që të flas. Po. Ato shkojnë zgjedhje edhe për presidentin sepse duhet të zgjidhet presidenti. E di, po. Pra balotazhi është tani, zgjedhjet e tjera janë në prill. Pra konsensusi duhet të jetë i gjerë. Po. Aleatët, amerikanët dhe evropianët thonë bëni një lloj
konsensusi politik të gjerë. Qatë? Si në Gjermani, bashkohuni. Vetë vendosje LDK, vetë vendosje PDK. Pasi subjektet e tjera politike nuk e bëjnë konsensusin për shkuar deri tek presidenti. Edhe Amerikanët e kanë bërë këtë stes? Që Amerikanët i kanë bërë pas, kanë bërë dalje, zotëris. Nese mo, nuk thot tani në këto momente. Ka ko që e përdorën atë. Shënë si kam, këtë janë detaje. Është deklaratat njëra pas tjetrës, unë mendoj se Kosova do shkoj sërish në zgjedhje. Do shkojnë zgjedhje. Kosova ka një problem përpara të cilin duhet që ta zgjidh, sepse ne merremi me... Cili është problemi? Është asociacioni. Ky është problemi. Dhe çdo subjekt politik që do shkoj të marri karriken e kryeministrit, do të merret me asociacioni. Mirë, një sekond. Asociacioni është bomba me sahat. Jam dakord. Çdo kush që do t'ulet aty, do të merret me asociacion. E kuptova. Është firmosur në Bruksel dhe është firmosur në Ohër. Do të merren me asociacion. E kuptova. Kjo është çështja e cila Kurti e mori dhe e bëri kalbeteje, dhe Kurti thot tani dëgjoj duhet ta negociojmë këtë lloj gjë. Se kujt i thot duhet ta negociojmë unë këtë nuk e di. Por këtë e bëri kalbeteje. Edhe demarkacionin e bëri kalbeteje. Para themi te thelbi. Erdhi në pushtet dhe demarkacioni nuk u zhbë. Bukur. Asociacioni në vetvete është zotim që Kurti e ka marrë përsipër ta bëjë në Ohër. Kush e ka firmos në Bruksel asociacion? Qeveria e 2013-s. Pra, edhe në Ohër e ka aprovuar Kurti. Ka aprovuar Kurti. Kjo paket e cila me të vërtet është e rrezikshme, pra nuk është gjë e thjesht të merresh me asociacionin. Nuk është gjë e thjesht të merresh me presionin amerikan dhe evropian për asociacionin. Sepse evropianët deri më tani kanë bërë një presion, okej, bëje, po dëgjoj tani, bëjmë pak këtë. Tani çfarë të kanë bërë ato me Ohrin? Të kanë vendosur kronometër. Kronometri është ti bën këtë veprim, ky bën këtë veprim. Ti bën këtë veprim, ky bën këtë veprim. Në një sens, Rama ka të drejtë, për mendimin tim, në një lloj... Rama si katërt? Po, ka të drejtë në një pikë. Unë mendoj se Rama është një nga personat që i ka bërë më shumë dëm Kosovës dhe Shqipërisë. Por ka të drejtë në një pikë. Kur i thot, zotërin të nderuar, nuk është kaq e thjeshtë. Merruni me Evropën drejt për drejt. Merruni me Evropën drejt për drejt. Mundohuni të plotësoni kushtet dhe lëreni që të merret Gjermania dhe Evropa me Serbinë më pas. Këtu, për mendimin tim, Rama ka të drejtë. Mund ta shash për çfarë të duash, por në këtë pikë ka të drejtë. Kurti, geopolitik tjetër. Richard Grenelli, në Shtëpinë e Bardhë, është totalisht geopolitik tjetër. Unë mendoj se Kurti është një vlerë e shtuar sa i përket një aspekti për të qeverisur, një për të treguar se mund të qeveriset ndryshe, nuk vidhet, është person i ndershëm, nuk është krimi këmbkryq siç është në Shqipëri, dhe është me të vërtet për të treguar që mund të ketë një lloj politike ndryshe. Por në të njëjtën kohë, edhe këto finte që mundohet që të bëj, pa e ditur se ku ne do të shkojmë, do të çojë në qorsokak ndonjëherë. Ky nuk është fundi i Albin Kurtit. Nuk është fundi i Albin Kurtit. Nuk është fundi i Albin Kurtit. Por Kurti ka futur me vetdije vetëm qorsokak sipas meje. Marsit, ke një opinion shkurt fare me dy fjalë, lutem. Është fundi i Albin Kurtit, pastaj që po ndodh, se nuk më i tha Sebastiani, por mund të i thot Flogerti. Unë nuk e mendoj që është fundi i Albin Kurtit, Arian. Do shkojnë zgjedhje, është me detyrim, ka me detyrim Flogerti shkojnë zgjedhje Kurti? Jo, prit, do shohim. I jepet mandati të dytit për... Një pra po, i dyti dhe i treti nuk do bëjnë gjë pra. Kanë dalë me deklarat ata. Ne nuk provojmë fare ata, do bëjmë zgjedhje, kanë dalë me deklarat. Dakor, po. Unë i them të gjëra, për ta thënë shkurtimisht, do të qenë se edhe koha është e shkurtër. Jo, tani do kem kaluar limitin, do ta mbyllim. Fakti që Kurti Sariti do të krijonte qeverinë, guar votat, edhe pse pati negociate dikush doli garant, tregon që nuk është thjesht vetëm vullneti i atyre partive ose lëvizjeve politike që janë pjesë e kuvendit të Kosovës. Mendoj që është një fuqi përtej tyre që dirigjon gjithë të gjë. Mënyra si po ekziston Albin Kurti, mendoj që tregon që nuk është fundi i tij, sepse ajo që ka rëndësi në raport me pushtetin ose me qeverisjen është vullneti. Tani, situata do t'tregojë, a është më e rëndësishme Kosova se sa vetvendosja? A është më e rëndësishme fati Albin Kurti se Kosova apo janë ndërthurura bashkë? Këtë do e shohim në mënyrën si do precipitojnë ngjarjet. Flogert, për ta mbyllur? Albin Kurti kishte nisur një ngjitje progresive, ishte shumë mirë në vitin 2021, që mori mandatin i vetëm, dhe në qoftë se në 2-3 aspekte do kishte vepruar në mënyrë më inteligjente, ndoshta Albin Kurti do ishte si Edi Rama sot në Shqipëri. Sepse e kishte trasen
perfekt e shtruar. Disa gabime që ka bërë Albin Kurti, qoftë në raport me ndërkombëtarët, ndonjëherë me të drejtë, legjitime, por jo në harmoni me kulisat dhe me... Nuk është diplomat i mirë Albin Kurti. Le ta themi këtë. Pra, është për të mirën e vendit ti në kuptimin e parë të fjalës, por i kthehet bumerang pastaj, sepse ajo e mira për cilën ai punon, fuqitë e mëdha, që kanë dorë gjithë tepsin, i thonë që pritë se duhet luajtur kështu. Pra, kjo kokëforcia e tij dhe mungesa e qenë një diplomat inteligjent që mund dinte të luante, kam përshtypjen se nuk e çon drejt fundit të tij politik, por e kthen në një parti konkurruese të vazhdueshme që vështirë deri në një moment tjetër, kontekst tjetër politik, se mund të ndërtojë më qeveri vetëm, se ky është luksi. A mundesh vetëm? Pastaj, në qoftë se do ketë një LDK, një AK, një PDK, me cilin do duhet qeverisi, nuk do bëj dot kurrë ato që ai ka në mend të bëj, sepse politika e Albin Kurtit është... Do të bëj koncesion, Sinata me ditën, është e tepsi e famë. Gjithsesi, nga ky moment që jemi sot, data 28 Gjithsesi, kjo godit, domethënë, kjo që ka psuar tani, dhe të tjetët lokale që nuk ishin në pritshmëri të duhur. Kur është raundi i dytë atje? Kam përshtypjen, mas 10 ditësh, ku diun, mas 10 ditësh. Kam përshtypjen se në qoftë se ndodhin zgjedhje të tjera, Albini do ketë natyrshëm një lloj do të kurrë thotë. Kurrje jo shumë të madhe, po besoj se do jetë. Pra në familje për mua kriza politike do vazhdojë atëherë. Do vazhdoj gjatë. Për mua Hashim Thaçi ka qenë një politikan kalibri dhe i lartë. Ne Ahmet Zogu do t'i mbajmë mend dy gjëra, si mbret. Mori një anije të mbytur në brigjet e Stambollit dhe e çoi në Itali dhe mbylli një çështje shumë të rëndësishme, çështjen e shtetit. Këtë bëri Ahmet Zogu. Të tjerat pastaj edhe hyn biseda sa të duash. Thaçi mori luftën përsipër dhe shkoi drejt një Kosove të pavarur ku shpalli pavarësinë në parlament. Dhe donte të mbyllte çështjen më të rëndësishme që ka Kosova, që është çështja e shtetësisë. Mirë, keq, gabim, e tjerë. Kur thua Thaçi, po sigurisht duke me gringon nga brapa, apo jo, se e bëri vetë. Sigurisht, me kurorat e dafinave nga lufta, mori përsipër të mbyllte çështjen e shtetësisë, me shumë gabime, me korrupsion, me probleme, të janë çështjet që i zgjidhin shqiptarët atje bashkë me serbët. Kur thua shtetësisë ke fjalën të kujt? Mbyllja e çështjes së shtetit. Të shtetit. Dakor. Dësa Albini për çfarë do mbahet? Kurti është me të vërtet një person i cili na tregon që shqiptarët mund të qeverisin ndryshe, të ndërtojnë institucione, të ndërtojnë demokraci dhe që institucionet të përplasen me njëri tjetrin dhe të ketë një lloj check and balance. Por duhet veshi mantelin e shtetarit, mendimin tim. Ora është 23:43, kemi kaluar çdo limit, megjithatë ju falenderoj ashmase që na keni ndjekur, jeni të shumë që më shkruani mesazhe, do lexoj tani. Për gjithë ju që jeni nën hetim, që keni qenë dhe që pritet të jeni, unë për momentin do këshilloja po të keni mundësi largohuni, mos rini këtu, se ju marrin erzin. 2, në qoftë se do rini, la vita continua. La vita continua.